Për sa i përket përgjigjes pyetjes parë, nuk mund të them, si mund të them që është normale ndërprerja e energjisë elektrike në njësinë e terapisë intensive? Detyra ime si mjek është që të mbroj jetën e cëmurëve. Detyra ime dhe detyra e stafit tim, të cilin unë drejtoj. Kështu që në çfarëdo lloj situate, ne jemi të gatshëm për të përballuar këtë situatë mbrojtje të jetës së cëmurëve dhe kaq. Kjo pyetje nuk më përket mua. Kështu që trajtimi i këtyre të smurve vazhdoi normalisht, madje jo vetëm trajtimi i asistentës respiratore, por edhe trajtimi i vazhdueshëm i tyre, pasi këta smur mjekimin e marrin nëpërmjet aparateve në mënyrë të vazhdueshme, të cilët edhe ata janë me backup. Gjithashtu edhe monitorimi i këtyre smurve ishte korrekt. Ndërprerja e dritave, ndërprerja e energjisë elektrike zgjati disa minuta, ndërkohë që trajtimi i cëmurëve po vazhdonte normalisht dhe nga informacionet që morëm flitej për një defekt të rënd dhe koha e rikthimit të energjisë elektrike ishte e pa konfirmuar. Kështu që në këto kushte, për të shmangur rënien apo mos funksionimin e njëkohshëm të disa aparateve respirator, vendosëm kalimin e të smurve në godinën tjetër të spitalit, apo në njësinë e terapisë intensive të spitalit ngjitur, ku zhvendosja e smurve u krye vetëm 20 metra më larg, duke siguruar vazhdimin e trajtimit edhe në kushtet e reja të reanimacionit të ri. Vendosëm që të transportojmë vetëm 10 të smur nga